Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Kjo shtunë na sjell një personazh nga shteti i Kosovës. Me mua sot për të sjellë sfidat e jetës, se si e dua vendin dhe vendlindjen e tij, se si e frymëzon punën e tij të përditshme. Për mua sot një njeri që ka një vlerë diku në shtetin e Kosovës. Jo thjesht ne nuk do të prezantojmë emër, do t'japim dhe emrat e të dy personazheve që kemi sjellur sot pikërisht në afërsi të qytetit të Prizrenit. Sonde kemi zgjedhur të ndalemi tek një figurë që prej më shumë se 2 dekadash i ka shërbyer rendit dhe sigurisë në Kosovë. Një profesionist me 26 vite në uniformë. Në eksperiencën e tij si jetues i specializuar, efektiv patrulle, që prej 18 vitesh komandant i stacionit policor në Zhurë të Prizrenit. Njëkohësisht i diplomuar në master juridik penal. Ai është një njeri i zgjedhur për të thënë diçka në këtë emision. Jeton me ligjin dhe me komunitetin, ku jeton dhe shërben çdo ditë. I ftuari ynë për ta mos lënur atë enigmën e bukur të emisionit Personazhe në Fokus është Zyber Susuri. Për ta shoqëruar Zyberi sot, ke miku i tij nga Shqipëria. Për mua sot dy miq mes një miku. Për mua sot është shoferi që na solli deri në Prizren, një njeri që bashkë dy personat i ka lidh një miqësi shumë të hershme. Pjetër Tosku. Zyber, faleminderit që sot do jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus për të sjellë dhe ju atë rrugtimin tuaj të jetës deri këtu. Ju faleminderit, ju shpreh mirëseardhje. Përshëndes moderatorin e emisionit Fokus, gazetarin Qimi, ashtu përshëndes dhe mikun tim, të ershëm Pjetër të ushtum nga Durrësi. Pjetër, ju bët shkaktari që më sollët pikërisht në Prizren për të sjellur këtë njeri, këtë personazh. Për herë të parë emisioni Personazhe në Fokus vjen në Prizren. Pikërisht ju më sollët Zyberi. Pa kaluar të këto pyetjet tona të rrallës, thjesht cili do të ishte falënderimi juaj? Falënderimi im do ishte për Zyberin, i cili me thënë të drejtën prej vitesh njihe me komandant Zyberin, si një patriot, njeri me vlera, njeri që i ka shërbyer jo vetëm Kosovës, po edhe njerëzve në Shqipëri, të cilin na ka afruar një respekt të veçantë dhe me të cilin na ka lidh jo vetëm rrugtimi, por edhe familja. Ne familjarisht kemi vajtje ardhe me... Keni miqësinë e futur brenda jush. I cili na ka dhënë një ngrohtësi kudo që kemi shku me zotin Zyberi, edhe në Kosovë. Ne pikërisht Kosovë jemi. Edhe në Kosovë, po jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Kosovë. Se ne kemi ardhur shumë shpesh për vizita me miq, shok, dashamir, por na kanë ndihmuar në çdo rrugtim tonin. Na kanë respektuar në çdo vend ku kemi. Për të kaluar pak të këto pyetjet tona, gjithmonë që ne i kemi pak të gacmueshme me personazhet, miku im Pjetër do jetë thjesht një dëgjues brenda miqësisë, diçka Pjetër mund të futesh dhe mund të thuash e ke zonën e lirë tha ai, sepse ti je ai personi që ne na sollu deri këtu për të marrë këtë personazh që unë e kam në krah të djathtë dhe ty të kam në krah të majnë. Pas me është liçeni i bukur dhe një pesazh i maleve të Kosovës që miku i Zyber do jetë i drejt për drejt në fokusin dhe si njeri social që je kështu, sepse unë shikoj dhe tipin pak që je tip social, tipi ofrueshëm, tipi buzëqeshur. Për të kaluar ato pyetjet tona një nga një, para se të kalojmë tonë, ne duhet bëjmë një gëzuar se jemi pikërisht këtu në Kosovë, për të thënë që ne jemi pikërisht këtu gëzuar dhe qofshit mirë të gjithë ju vëllezër tanë kosovar. Qoftë gjithmonë ti me kafe, ne me picare për të mëdhenj shqiptarë. Që këtu Zyber ka hile. Ka hile në kuptimin na ka bërë miqësinë neve, ka lënë gjën e vogël për veten tënde. Gëzuar edhe një herë. Gëzuar. Dhe për të kaluar të pyetjet tona, sepse shikuesit janë kurioz të dinë kush është Zyberi, që emisioni ka arritur deri në Kosovë. Zoti Zyber Susuri, ju nisini rrugtimin tuaj si policë në Kosovë. E çfarë ju shtyr ju të përkushtoni rendin dhe sigurisë publike?
Si polic, pas përfundimit të luftës, kam qenë pjesëtar i ushtrisë lindore të Kosovës, pas përfundimit të luftës dhe krijimit të shtetit më të ri në Evropë, kam di vetin të obliguar moralisht që të ndihmoj Kosovës në rend dhe qetësi publike. Gjatë kësaj periudhe kam 26 vite punë, kam kaluar disa sfida shumë të rëndësishme, kam punuar në patroll, kam punuar në time, tash që 18 vite jam komandanti në stacionin policor këtu në Zhurë, ku jetoj dhe punoj dhe jam shumë i kënaqur me komunitetin dhe me shërbimin e tij. A është e vështirë të jesh drejtues diku në një vendlindje tënde? As pak nuk ka vështirë, pikërisht është kënaqësi për shkak se e njoh territorin, e njoh vendin, edhe është shumë mirë me punu në vendlindjen tonë. Si ke pas afrimitetin me institucionit për të bërë një punojës i sigurisë në Kosovë, jo pas shpadhjes së Kosovës, pa ardhur Kosova në këtë ku është sot? Si e shikon dhe Zyberin atë kohë? A mendon Zyberi një ditë do ishte këtu? Unë rrjedh për një familje të madhe fshatare, jemi diku 60 anëtar, pjesa dërmuese jeton në Perëndim, që herët, para luftës, kam qenë në shoqatën humanitare Nën Tereza, kam qenë edhe në kryesinë e bashkisë lokale atë ka qenë në të kohë, dhe kemi marrë pjesë në aktivitetet ilegale në atë kohë për Serbinë, ndërsa për ne kanë qenë legale. Dhe jam inkuadruar luftë, me përgjithësitjen e luftës, jam inkuadruar luftë. A marrin mend në një episod të luftës që ishte bërë, nëse do të keni mundësi na i tregoni nëse keni Po mundësi? ka shumë epizoda, po tash është i vuhur t'i kujtoj se e rikthehet truni prapë në atë kohën e kaluar. Dhe sfidon veten apo sfidon kohën? Jo, sfidoj kohën, vetëm nuk e sfidoj kurrë. Edhe në qëse nevoja prapë do të jam aktiv në zhvillimin dhe proceset të Kosovës. Përveç saj, pjesa jote që ka kaluar të këto institucionet, e lidhni do pak me zemrën e shqiponjës dukrenare, po e lidh thjesht me vetë, si them, ekzistencën e një njeriu që ka studiuar dhe i pëlqen të jetë dikuj drejtues. Pikërisht kjo më ka lidh më shumë për shkak që janë zonë e jonë kufitare, thirrët zonë e lumës dhe mbi 90% është lidhja paratisnore me rrethin e Kuksit dhe Kuksin përgjithësi, dhe kam di vetin të obliguar dhe detyruar që një ditë ne të bashkohemi. Për të kaluar te pyetja tjetër, sepse këtu nuk të gacmova shumë, se s'ke në fillim të emisionit të pjesa e luftës mos na kujto se ne kosovarët e kemi diçka të si themi, të memorizuar aq shumë në tru, sa nuk duhet i kalojmë me atë ritmet e asaj kohe. Ja lëm kohës. Pikërisht, për 26 vitesh ju jeni drejtues i strukturave të policisë së Kosovës. A ka pas momente sfiduese gjatë kësaj periudhe vetë Zyberi? Ka pas shumë momente. Gjatë punës, gjatë karrierës, kemi pas lële raste të ndryshme, që jemi ballafaqur direkt apo indirekt me të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në këtë zonë. Çfarë pikërisht ka pas kjo zona jote? Pak në tu ku jemi në zonën Në fillim kjo zonë ka pas për shkak që nuk ka qenë hapë kufine, mas luftës ka qenë një zonë që mas shumë të në bën vjedhje timta. Vjedhje shtëpie, vjedhje baktive, por nuk ka pasur se vjedhje trona kriminale që janë ballafaqur me doni vrasje apo doni akt sulmi. A është policia e Kosovës e renditur me policitë e vendeve tjera të Bashkimit Evropian? Si e shikon ti? Sepse ti ke qenë një njeri që je certifikuar në disa aspekte, në disa drejtime të detyrës në institucionet e policisë së Kosovës. Mendoj që policia e Kosovës për çështjen momentale është më e përgatitur dhe më e mirë në Ballkan. Ka është e profesionalizuar në të gjitha aspektet. Për të lëmë pak ty qetë për pyetur mikun tënd që na solli deri këtu në Kosovë, por tek miku i tjetër, tani u bëm 3 miq në një tavolinë, ta? Pjetër, përveç se ju keni njohur Zyberin si një njeri, ju kur keni hyrë për herë të parë që e keni njohur Zyberin, e keni njohur si komandant i diku, apo thjesht u ka bashkuar diku në një takim dhe ju u bët miq dhe pastaj e morët vesh që ishte pjesë e strukturave të policisë të Kosovës? Në thënë të drejtë na ka bashkuar një rast, një tavolinë me ca miq tonë këtu në Kosovë. Kam dhe një mik që do ta përshëndes, Vesel Sabedinin, komandant Vesel Sabedini, profesor në Kosovë, edhe në momentet kur ishim duke pi një kafe, pastaj u prezantuam, Zyberi u prezantu si punonjës i policisë edhe na lidhi më thellë miqësia, edhe u detyruam. Dhe keni vite të pandara në miqësi. Kemi vite të pandara në miqësi. Që atëherë ne kam kriju një respekt
i cili ka punu, domethënë Vesel, ky komandant Zyberi, na tha që ne vendin tonë duhet ta ruajmë me vlerësime më të mëdha dhe duhet i shërbej vendit tim. Të shërbej vendit tim me korreksim të madh, sepse është njeriu që për mua ka vlera. Ka vlera se kur flet për vendin e vet dhe thot duhet të shërbej në vendin tim, me të vërtetë është një mision shumë i rëndësishëm dhe shumë i rëndësishëm dhe me shumë probleme. Pavarësisht situatave, ky ka deri më sot ka arrit që të ruajë pozicionin e institucionit e policisë, shtetit. Po kur ju morët vesh që ky ishte punonjës i një institucionit policisë dhe sigurisë, nuk thatë, po njova një mik që ishte... Pa diskutim, një mik me vlera. Nuk ka të bëjë ajo, punonjës i policisë, sepse ne jemi një. Ne dëshirat tonë... Ky ishte misia që u vazhdoj gjithkohë. Misia që vazhdoj gjithkohë, edhe e kemi ruajt dhe do ta ruajmë sa të jemi, unë do ta ruaj. Për të kaluar te pyetja tjetër për komandant Zyberin, do t'i them dhe unë tani, aktualisht mbani detyrën e komandantit stacionit policor të Zhurës në Prizren. Çfarë përgjegjësie mbart kjo detyrë dhe si është në shërbimin e komunitetit ku ju jetoni? Kjo është një përgjegjësi. A keni mundësi që na i shpjegoni nëse mundet, sa u lejon ligji? Nëse s'u lejon ligji, s'ka ndonjë. Jam që 18 vite, komandant i këtij në stacionin policor, është një përgjegjësi e bukur e madhe. Kene çdo përgjegjësi është e lidhur me komunitetin. Si është komuniteti e kësaj zonës? Komuniteti i kësaj zonës është një ndër komunitetet, nëse përkrahej kështu si përgjegjësi si rajon, është më i qetë dhe më i lumtur, është më i edukuar. A ka pas një sfidë brenda qytetarëve të vet Zyberi? Asnjëherë sfidë të rënd nuk kam pas me qytetarë, për shkak që jetojnë në fshat edhe e njoh gjithë këtë zonë, gjithë qytetarët e njoh. Si të rrasin banorët e zonës tënde? Zyber, komandant Zyberi? Jo, shkurt më thrasin Beli, me pseudonim Beli. Pseudonim shkurt. Beli, gjithë fshatin thrasin, po dhe rrethin më komandant. Po mas shumë të Beli. A ka numër të lartë të punojës policie të posës suaj? Janë diku 12 efektiv, unë i 13, po e mbulojmë zonën mirë. Është një zonë e madhe përgjithsisht, antarëmet do të mendojmë me moderu më shumë dhe të kemi më shumë efektiv. Zona juaj me sa shikoj është çik afër doganës, Morinës. Zona jonë është gjitë me vërmicën me doganën, jemi stacioni i parë prej Shqipërisë të që lidh Kosovën për rende qetësi publike. Përveç saj, 18 vite eksperiencë si komandant. Si ka evoluar roli i drejtuesit në një stacion policie ndër vite? Si ka ecur kjo pjesa e punës tënde për ditë me ato shqetësimet e përditshme, atë karakterin tënd të butë? Si? Gjatë kësaj periudhe ka ecën mirë. Kemi pas luhatje, sfidat me komunitetin, jo sfida negative, po sfida pozitive, kërkesat shumëta, sa kena mujt, sa kena pas mundësi, ju kena arrit në ndihmë qytetarëve. Edhe bashkarisht jemi mundu mi zgjedh çdo problem apo çdo mosmarrëveshje mes komunitetit. A është sjellshëm komuniteti ju që s'bën zgjidhje brenda duke edhe fal paqe brenda vetës me njëri tjetrin, humanizmin? E nëse shiqohet si fshat, komuniteti jonë edhe në të kalunën historike ka qenë një ndër komunitetet më të qeta, më të civilizuar, më të edukuar, për arsye se pjesë mbi 90% janë në diasporë. Rikthehen pushimeve vend, është kënaqësi që Damaskos, Verës, Korriku dhe Gushti, janë angje të ndryshme familjare, është një kënaqësi e madhe me jetu në fshat. Tani, për mos kaluar tek ajo pyetje tjetër, për të kaluar te një pyetje që bëhet, sepse gjithmonë Pietri foli për ju. Tani unë do të rikthehem te pjesa jote. Ju si u takuat për herë të parë me Pietrin dhe si u bët miq? Ne u takuam me një takim rastësisht në Prizren. Mu isha në uniformë dhe ulëm, kam një respekt veçantë për qytetarët e Shqipërisë. Edhe aty u prezentuam edhe me vetëm ta pres pak, unë e di që ke respekt veçantë se shpesh herë të shoh në Tiranë. Unë në Tiranë që nga 92-ta 93-ta e jam Tiranë. E du Tiranë, e du Shqipërinë, e du Tiranën edhe është një privilegj të shkosh që të jetosh Tiranë edhe të shohësh miqtë e vjetër edhe miqtë e ri në Tiranë. Pikërisht Pietrin unë e vizitoj shpesh, ky jeton në Durrës, është një familje adhetare, po është edhe një biznesmen i aftë që di të menaxhon edhe në mëna Shqipëri po edhe në Afrikë. Është njeriu që i duhur komandant? Është njeriu i duhur në kohën e duhur si për shoqëri ashtu edhe për Shqipëri.
Tani dhe unë nuk do të rres me komandant, do të rras ashtu si të rrasin banorët e fshatit tënd. Beli, gjatë 7 viteve në jetimin e specializuar dhe të disa lloj çështjesh, a jeni përballuar shpesh apo keni mësuar nga kjo eksperiencë? Çfarë jep kjo eksperjenca? A keni diçka ju të realitetit që kjo lloj eksperiencë që unë kam marruar një kurs kualifikimi apo një shkollë, më jep këtë lloj eksperiencë me komunitetin tim? Kjo periudhë në ku kam punu aty, kalon një eksperiencë shumë të madhe se si duhet sillet me komunitet, si duhet komunikohen me komunitetin, në gjitha ata sfida pozitive dhe negative. Kjo është lloji më mirë për të përcaktuar atë pjesën e punës tënde? Po është një lloj përcaktimi të punës, një lloj sfide e punës. Kjo është sfida që ti e ke të përditshme? Sfida normal në polici është sfida e përditshme puna. Se nuk dihet edhe nuk dihet se çka të pret nesër, do thotë po aq shumë punë e dashur, po e don punën me shpirt dhe me zemër, asnjë sfidë nuk pengon. Kur ajo jep vetës shef Beli apo ishte përballon punën ashtu si në oraret e tij? Unë shkaj për çdo ditë i lumtur punë, por shkak se kam një familje shumë të lumtur, kam një familje të madhe, edhe në çdo prej ditës parë ku jam bon pjesëtar i policisë Kosovës, kam pas një mbështetje maksimale të familjes. Po mos ishte mbështetja familjare, unë nuk do të ekzistojsha sot në këtë pozitë ku jam. Keni mundësi të më na thoni emrat e djemve dhe familjes tuaj nëse mundeni? Po unë më përpara i përshëndes ish, domethënë tash i kam jena 7 vllazër, veç një është i nder, përshëndes sirtë të vllazërit, se fëmijët kanë qenë ku kanë fillu vegjël, përshëndes gjithë vllazërit që më kanë dhënë një mbështetje maksimale. Pastaj djem tash jemi e prapë bashkërisht, kam 2 djem me 4 goca. Djali i madh Vesel Susuri, dytja Emir Susuri, punojnë në Sloveni. Kam 4 goca, njëna në Zvicër, 3 kam punto njën në Prishtinë e 2 në Prizren. Si ka ndikuar përvoja juaj shumë vjeçare si efektivi patrullës rrugore me njerëzit në rrugë? Se është profesionale, ti je edhe me njerëzit në rrugë, normale ke ato komunikimet e përditshme, përorshme, qëndron njëri, qëndron tjetri, munges ky plotësim ky tjetri, kështu si ndikon Beli në këtë mes ose komandant Zyveri? Si dush, rruga primare e policisë ka qenë patrulla. Dhe aty kam mësuar shumë. Se në fillim kemi qenë zbashku me ndërkombëtarët. Dhe aty kena marrë përvojën e duhur se si duhet sillesh me qytetarët, pavarësisht çfarë kategorie janë qytetarët. Varet nga mënyra e komunikimit punojësit e institucionit të sigurisë? Po komunikimi është primar. Nëse nuk do të kesh komunikim bukur dhe të afër me qytetarët, ti nuk mund të ekzistosh si polic. Nëse do mundeni na i thoni për shikuesit e emisionit Personazhe në Fokus, në lidhje sa është gjoba minimale dhe maksimale në Kosovë për drejtuesit e mjeteve? Mbarët për çfarë gjobe je në radar, je në parking ilegal, je te kalim pisplot, minimalja është 40 euro, maksimalja është 500 euro. To janë variojnë bashkësisht prej kundërvajtjes. Shumë i saktë, komandant, shumë i saktë. Për të kaluar te pyetja të mikut tuaj dhe tashmë edhe miku jon, po ju të duhet edhe mik të emisionit Personazhe në Fokus. Komandantin ju keni njohur asi si e shpjegoi komandanti dhe sot jeni bërë miq. A keni një komunikim drejt për drejt ose në rrjetet sociale për një problematikë që ty të ndodh, për shembull, në moment që ti futesh në Morin për të ardhur në Kosovë dhe dikush që ty të ndoshta më thonë za pa gjykuar askan, që të bezdisë ti thua komandant, shiko tani se këta po bezdisën kot pa drejt pa kështu. A ka bërë ndonjëherë telefonat Pietri, komandant Zyverit? Të them të drejtën, nuk kemi pas në ato raste që të kemi pas problematika, sepse ne jemi të rregullt edhe në rrugtim, edhe me komunitetin ku na bashkon me zotin Zyber, por derisa kemi ardhur në Kosovë me Zyberi, na ka qëndru i gatshëm në çdo moment, për çdo problem që kemi pas, na ka qëndru te kamët. Ka thënë jam gati për çdo problem, vetëm telefononi. Edhe ne, me thënë të drejtën, nuk na ka ndodhur që ta telefonojmë për probleme, vetëm për thjesht për kafe, për miqësi, edhe për respekt njerëzor. Komandant Zyberi, do t'i them edhe unë se shpesh kështu do ta marr emrin tani. Tha që unë jam miku i vjetër me Pietrin, tha, komunikoj shumë më vjen mirë, tha që është një biznesmen shumë i mirë, tha, fëmijët e tij tha janë shumë biznesmenë të mirë dhe Pietri është mbështet si tyre gjithkohës, tha, dhe kjo më ka lidhur më shumë me një njerëz punëtor. Ju si e keni këtë
po themi më shumë qoha dhe njëri tjetri tani. Si mund t'i Ne kthesh? respektin e ruajmë ashtu siç na jemi lidhë fillimisht dhe do ta ruajmë sa të jemi ne. Fëmijët, unë i kam të dy në Afrikë, vajza ka marrë avokate penaliste dhe jeton në Itali. 2 djemtë i kam në Çad, në Afrikë, kanë bizneset vetat, I falenderoj dy djemt si i kanë emrat. Fabiani dhe Florenci. Ju përshëndesim. Janë të rregullt atje me biznese, me të gjitha punët siç u takon për të punuar me një normë njerëzore dhe me karakter siç i përket familjes time. Edhe ato e kanë ruajt me dinjitet dhe me respekt kudo që kanë. Peter, unë do të them diçka, do ta them që këtu në Kosovë Jo vetëm atje. ju do jeni pjesë jo vetëm kësaj, po do jeni pjesë e një programi të ri që ne nisim së shpejti në televizion Apollon, për të marrë një sfidë në kundrejt të bizneseve në Shqipëri, apo si arrin një biznes e nis nga zero dhe arrin këtu deri në Afrikë, ku djemtë tu janë sipërmarrëse në Afrikë, ashtu si ju e thatë, dhe do ta lëm këtu enigmë këtë për të kaluar diku në një vend tjetër, për të kaluar te pyetja e komandantit tani. Komandant, sepse komandant do themi, derisa të gjithë të thojnë komandant, ne do ta heqim të petkun deri në fund ty ako. Ju keni përfunduar masën juridik penal. Sa e rëndësishme është që për një oficer të ketë përgatitje kaq të thelluar akademike. Është shumë e mirë, është një përgatitje profesionale, për arsye se të njohësh ligjin ku aty ne shërbejmë 24 orë, kemi sfida me palët të ndryshme, po njohja e ligjit të obligon që ti mos me gabun ligj. Vetëm kjo është? Kjo është, se ka procedura tjera, po kjo është primare nëse një ligjin, një dhe gjitha procedurat ligjore që i futën brenda policisë. A e shkel në e komandanti ligjin? Tu tani jemi drejt për drejt. Kur në jetë, me vedije kur nuk e kam shkel ligj. Do shta kështu për ajgare ndryshme, ka mundësi do në që kam gabu, po jo shkelje ligjit, po është gabim kështu teknik, njerëzor. Shprehje gabim që du të bëjmë ajgare sa në të ndryshme. Për ndryshe ligjin kur se shkel. A ka influencuar përgatitja juaj në akademike? Ka përfaqësuar mirë atë? Ka një aftësi shumë profesionale, sidomos e kënej në polici, kam krijuar një dituri të pazakonshëm në polici, edhe me përfundimin e masterit juridiko penal. Sa kohë ishte Po që akademia juaj? Akademia ime ka përfunduar 2018 me masteri. Dhe kjo të ka dhënë atë rëndësinë e duhur si drejtues? Kjo jo duhur, por shumë duhur. Që jam gjithë në ligj, gjithë në përmbajtje ligjeve, qoftë penale ose qoftë ligjet tona brenda shërbimit policor. Komandant Zyberi është juridik penal në zbatim ligjit edhe në formatin e shoqërisë, apo kur jeni jashtë formatit punës, komandanti është i lirshëm, social, i buzëqeshur e gjithë me radhë. Si është komandanti? Unë ata kam brenda kuadrit punës, po edhe jashtë kuadrit punës. Jashtë për do të thotë mundohem maksimum të ndihmoj qytetarëve, komunitetit, për gjitha sfidat që i ka. Nuk e llogaris vetin që jam komandant, po gjithë e llogaris vetin i barabartë me gjithë shoqërinë. Ky është komandanti? Po, kjo është procedura e komandantit që duhet jemi gjithë në të lidhur me komunitet. Për të kaluar te një pyetje tjetër, si ka ndryshuar situata e sigurisë në Kosovë gjatë viteve, ose gjatë 26 viteve që ju sodët sfidat një nga një këtu në emision? Situata e sigurisë në Kosovë është mjaftëzakonisht e mirë dhe e qetë e stabile. Dhe kjo është pjesa më e mirë? S'ka asnjë lloj problematike Po e shumë Kosovës? ata janë, domethënë Kosova nuk ka problem brenda, po flas për brenda Kosovës. Po. Është mjaftëzakonisht e qetë dhe stabile. Janë njësitë të veçanta të specializuara, po përgjithësi Kosova është shumë e qetë. A ka pjesën e sigurisë më Kosova, ashtu si ato vitet e para, apo ka evoluar siguria më lart se çka që në vitet e fillimit në shpalljes pavarësisë? Qëre, nëse krahasojmë prej 99-s, dallimin mes edhe shpalljes pavarësisë, tash Kosova është mjaftëzakonisht qetë e mirë dhe është shumë e profesionalizuar rendeve qetësia publike. Nuk kemi çfarë themi ne, është e drejta juaj, sepse dhe ligji ndoshta s'u lejon të dilni jashtë konturës tuaj, sepse keni atë i profesionin tuaj dhe normale ne u kuptojmë. Për të kaluar te një pyetje tjetër, çfarë do të këshilloni të rinjve që duan të ndjekin karrierën në policinë dhe në shërbimin e rendit? Kishin ndonjë këshill të fortë të mirë komandanti? Të rritë në ne të ndjekin shkollën, të shkollohen, të edukohen,
në profilet e caktuara e çdo individ që e ndin veten aty ku du të kontribon, po kisha lut rinin sa më shumë të inkuadrohen në policinë e Kosovës. Thjesht pjesa e kuadrimit të jetë me njerëz të specializuar apo thjesht për të mbushur ato boshllëqe që ka se policia, ndoshta më thojë se policia e Kosovës. Policia nuk ka asnjë boshllëk, i ka gjitha të rrethune, po kisha lut të rit të kryejnë fakultete, e të shkojnë me fakultet mirë specializuar të inkuadrohen në policinë e Kosovës. Ju për 26 vite që jeni punojës e instruktorave të policisë Kosovës. Si shikoni ndryshimin e komunikimit, asa për mënyrën për të sjellur apo në rrugë, apo në drejtim postar, apo në diçka që kanë postat e policisë të rinj, janë të komunikueshëm në pozicion me qytetarët? Janë edhe të rit se në mbushtëri kryejnë shkollën 6 mujore, janë bojnë trajnime të specializuara, trajnime të mira, instruktorët janë shumë profesionalizuar dhe i edukojnë dhe i kulturojnë që sa më mirë më sjell me komunitet. Të shmang çudia që jemi një komb, një shqipon, një flamur dhe kemi një dogan mes? Është pak konfuze. Është pak konfuze, po të jalon politikës ditore. Ne policia nuk më mas me vëmë, as me hek. Tu të pyeta si individ, Po s'ka e gjë. largojnë profesionin tënd si komandant. Nuk prish punë, pengon është një pengesë, një kufin me strullit shqiptar, po kjo është politikë Mos madhe si ditore. puna një dy vëllezër apo dy komshi që Po një si dy vëllezër që kur zihen në njëherë dhe ndaj, dy vëllezër dhe ndaj një qatë mes E ven kufinin. dhe një kufi. Po, edhe ne, ne jemi një vlla, po jemi nda dysh. Jo, ne jemi një shqipoj me dy këmbë, por një këmbë në ka kalu në ekran, një këmbë në ishte ekran tjetër dhe Me normal. kalimin e kohës dhe gjënë edhe kënë në vendin e duhur. Besoj të kjo? Po, pa tjetër. Do vi një moment që Shqipëria të bëhet Shqipëri e madhe ashtu si ne mendojmë gjithë shqiptarët që duan atë pjesë të Po vetën, që ajo është ëndër, Dëshira është e madhe, ajo është ëndër e çdo mendoj i çdo shqiptari. apo ta pyesim Pjetrin këtë mes, mos fusim Okej, pjesën e s'ka problem. komandant, mos fusim pjesën e komandantit. S'është problem, unë si qytetar. Si qytetar. Mirë, ma jemi ndihmën si qytetar. Dëshira është e madhe. Nëse ka pjesë të lutem, ma jemi ndihmën si qytetar komandant. Që 58 vite jetë kam, që nga 20 vite, ëndra e jonë ka qenë kësaj, sidomos e këtij komuniteti, zonës kufitore, ne dhe që kufini ti që të bashkuemi. Kjo është ajo që ju Që kjo mendoj. është. Pjesë ti ju. Tani po mos ja lëm komandantit gjithë pjesë me barë me kurrisë, na shpjegohet si puna dy vëllezër e me një gark në mes. Po, nuk ka njëri në botë që të ndaj vllajin. Vetëm kush thotë se është diçka që nuk mund ta krahasosh me asgjë. Vllai nuk ndahet kurrë. Gjaku nuk ndahet kurrë, pavarësisht gjanave, politikave që vinë edhe që ndodhin. Tani unë do kishe një Ndikojnë të dy shtetet, jo vetëm që ne duhet të them një shtet, por që që janë dy. Ne jemi shqiptar dhe duhet të i thrasim vetëm shqiptar. unë do të bëj një Një pyetje, kom. një pyetje për të dy, po më parë do ta merr përgjigje nga ty përse do kthesha kë komandanti. Pse shpeshherë flitet që pjesa e qytetarëve të Kosovës janë më patriot, më të dashur si thaj për kombe, apo për flamuri, se sa pjesa tjetër. Kjo tani unë po e marr brenda garniturës, që ne dëgjojnë, për di. Ndoshta këto janë muhabete Më vështirë ka qenë për Kosovën sepse këto u përballën me një luftë shumë të egër dhe të vështirë. Kështu që këto u detyruan që të jenë më patriotë se sa ne. Ne të them drejtën, pavarësisht ne u luftuam nga komunizmi atëherë në atë kohë. Këto u luftuan drejt për drejt me armë. Kështu që prandaj janë më patriotë. Brenda ka pjesa e shqiponjës si ne folim Prandaj pak janë më më parë. patriotë se sa ne. Këto edhe me të vërtetë janë më patriotë se ne. Okej. Komandant, ke diçka për të këtë ti? Jo, më mbështes mikun. Ne kena kalu këtu në Kosovë me dy represione. Ka qenë ëndra dhe dëshira bashkimi me Shqipërinë, edhe tjetra ka qenë sistemi monest, komunist, që kena pas tani jetën në barë në shpinë. Nuk kena qenë të lirë me Shqipërinë, një rënof Shqipëri ose diçka tjetër, po me kalimin e kohës gjithçka ka në vendin e caktuar. Me gjitha sfidat, po bon Kosova që kemi andru. Për kalur të pyetja tjetër, pas një jete të tërë në shërbimin të komunitetit. Cili është motivi që ju mban ende të përkushtuar çdo ditë në detyrën tuaj? Motivi im është pozitiv, me shka e du komunitetin,
janë jo sfidat, janë jo karakterin, po dhe nëse ndonjë mos marrëveshje mes dy familjeve ose dy qytetarëve, i një të dy familjet, i një dy qytetarët, edhe aty ndërhyjmë urgjente që mos të zgjanohet ndonjë problem, po t'i afrohemi. Është edhe një komunikim shumë i mirë me udhëtësinë e bashkisë lokale ne që them këtu, me klerikët fetar, kemi raporte shumë të mira, edhe për çdo mosmarrëveshje ndikojmë që mos të zgjanohet, po të bllokohet marrëveshja të njerit ja shtojnë dorën shoqit. Po mos kaluar te pyetja e fundit e jona, unë do doja çfarë ka tjetër komandanti për të thënë në jetën e tij personale, nëse ka diçka për të treguar, apo thjesht komandanti e mbyll këtu për arsye të direktivës punës dhe profesionit që ju keni. Nuk kam as shumë çka shtoj, përveç sa që dhëm në intervistë, që Se do kalosh në një pyetje tjetër të fundit, po kjo është para fundit. Para fundit nuk kam çka shtoj, veç është një kënaqësi me komunitet jeton, punon. A ke diçka për të thënë për shqiptarët e Shqipërisë mo? Po ne nuk kemi më shqiptar Shqipërisë. Jo, shqiptarë e Shqipërisë, sepse një tham një shtëpi, një qytet dy vëllezër me një garth. Shqiptarëve të Shqipërisë ju uroj çdo minutë e sekond mi se ardhen në dhënën e vet Kosovë. Për të kaluar te pyetja tjetër, që është pyetja e fundit, cili do të jetë mesazhi juaj për të rinjtë e Kosovës apo njerëzit që duan një siguri apo shtet brenda Kosovës? Mesazhi im është gjeneratat e reja, edhe një herë përsëris. Po flitet për një shtet të mirëfillt, ashtu si na jemi Kosova është më mirëfillt nga gjithë vendet. Që na si shtet i ri jemi shtet më i Pranon humje, pranon rezultate të rrihiqen. Atë që kanë, do i themi siç janë, politika e Kosovës. Politika është lojë. Ne nuk merrem me siguria me politikë. Varësisht politika si zhvillohet, siguria është në nivel të lartë. Shalut gjithë rinin. Mos largohen për diasporë, të rinë Kosovë, të edukohen, të shkollohen, edhe të shkojnë në ata vendet, e caktuar ku ata kanë prioritet. Pjetër, ju kishit diçka për t'i thënë miku tuaj në Kosovë, se që ju jeni shkaktari në sot e miku juaj në Kosovë dhe t'ja themi drejt për drejt miku tuaj. Miku tim, s'kam që të them vetëm se i uroj punë të mbarë në detyrën e vet edhe suksese në çdo drejtim të jetës. Edhe përshëndes njëkohësisht edhe zotin Qimi, i cili na kushtoi kohën për të arritur për të na bën të intervistë të mrekullueshme. Pikërisht në Kosovë dhe ju uroj edhe ty suksese dhe punë të mbarë në punën tuaj. Kjo ishte historia e një njeriu që ka zgjedhur t'i kushtoj jetën e rendit, ligjit dhe sigurisë qytetarëve. Një rrugtim 26 vjeçar me sfida, përgjegjësi, sakrifica, por dhe me krenari në shërbimin ndaj atleut dhe komunitetit. Zyber Susuri na tregoi se si uniforma apo rregulli nuk është thjesht profesion, por një mision i mirësisë humanizmit dhe i paqes. Faleminderit të dashur shikues. Faleminderit Zyber që ishe me ne sot për emisionin Personazhe në Fokus. Faleminderit edhe nga ju që gjetët kohë dhe hapësirën me ardhur në vendin e bukur, në liçenin e Vërmicës. Faleminderit Pjetër që mos na bët atë mundësinë një rrugtim të gjatë nga Shqipëria për të na sjellë deri në Prizren. As pak. Faleminderit ju, respekti është juaj dhe vlerësimi. Ju uroj punë të mbarë dhe suksese në drejtimin tuaj dhe në punën tuaj. Faleminderit që na ndoqët në Personazhe në Fokus. Ju ftojnë të jeni sërish në një mision me sfida në të ardhmen e ditëve të shtuna. Kudo ne do të sjellim dhe kudo që të shkojmë, do të sjellim histori të ndryshme dhe frymëzuese. Nga Prizreni me dy të ftuarit e mi, miru takofshim në emisionin e ardhshëm. Respekt dhe përshëndetje.